shpalljes së pavarësisë. Le ta ndjekim. Prishtinasit kanë sfiduar temperaturat teje të ulta të orëve të natës duke u gdhir dita e diel dhe kanë festuar shpalljen e paralajmëruar të pavarësisë së Kosovës, shtetit më të ri në botë. Duke përshkuar në këmbë apo me makinë rrugët e kryeqytetit kosovar, banorë të gjitha moshave, fëmijë, të rritur, të moshuar me flamuj kombëtar, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe BE-s kanë festuar në mënyrën e tyre ditën e madhe në pritje të shpalljes së pavarësisë. Gjatë gjithë orëve të natës, kryeqyteti i Kosovës ka qenë zgjuar nga burit e makinave, fishek zjarret dhe tingujt e muzikës tradicionale. Grupe me disa qindra njerëz zhvendoseshin sa nga sheshi përpara Hotel Grand në sheshet e tjera të qytetit, pa pushuar së bro rrituri pavarësi. Ndërkohë, sipas një programi paraditën e së dielës, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të dorëzojë kuvendit kërkesën për një sesion të jashtëzakonshëm dhe më pas këtë kërkesë edhe do ta publikojë. Ngjarjet pritet të vijojnë me takimin e kryesisë së kuvendit dhe të grupeve parlamentare, si dhe me sesionin plenar të kuvendit të Kosovës. Pas kësaj parashikohen deklaratat për mediat nga drejtuesit e 3 institucioneve kryesore të vendit, presidentit Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari të kuvendit Jakub Krasniqi. Ngjarjet e ditës do të vazhdojnë me përurimin e obeliskut të pavarësisë përpara pallatit të Rinis në Prishtinë, me koncertin e Filharmonisë së Kosovës në sallën 1 tetori, me një koncert në sheshin e Prishtinës dhe me fishek zjarre në 4 vende të ndryshme në Prishtinë. Sot e gjithë Kosova feston për shpalljen e pavarësisë. Të gjitha komunat në bazë të një plani të detajuar të këshillave organizativ kanë përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen gjatë kësaj dite të madhe dhe të shumëpritur. Në përgjithësi, të gjitha qytetet e Kosovës i kanë rezervuar respektin e parë dëshmorëve të kombit, nëpërmjet vizitave ceremoniale që krerët më të lartë të komunave do të zhvillojnë në varrezat e dëshmorëve dhe në banesat e të afërmve të tyre. Në qytetin e Prizrenit, një flamur rreth 3 kilometër i gjatë dhe që simbolizon heroin kombëtar të Kosovës, Adem Jasharin dhe lidhjen shqiptare të Prizrenit, do të përshkojë gjithë unazën e qytetit të lashtë dhe historik. Flamuri me gjatësi sa unaza e qytetit do të mbahet nga 1575 njerëz. Ndërkohë, dita e sotme sipas burimeve të komunës së Prizrenit do të vijojë me programe të shumta, të organizuara nga shoqatat kulturore artistike. Krerët e komunës së Prizrenit u kanë bërë thirrje qytetarëve që në këtë ditë të madhe festive të jenë sa më dinjitoz dhe ta kremtojnë atë në mënyrë sa më të kulturuar. Në zonën e Prizrenit bëhet e ditur se janë në gatishmëri të plot forcat e policisë së Kosovës dhe KFOR-it. Ashtu si në Prizren dhe në qytetin e Gjilanit në lindje të Kosovës, qytetarët ndjehen të emocionuar për shpalljen e pavarësisë. Festimet në këtë qytet kanë filluar që të premten për të arritur kulmin në momentin e shpalljes së pavarësisë. Kryetari i kësaj komune, Qemal Musfaku, shpreh se prej më shumë se një jave një bord është ngritur posaçërisht dhe po punon për organizimin e festimeve, ndërkohë që rreth 99% e aktiviteteve është iniciative qytetarëve të Gjilanit. Mësohet se edhe në këtë qytet gjithçka është nën kontroll. Shumë banorë të fshatrave të kësaj zone do të vinë në Gjilan për të festuar. Edhe në qytetin historik të Gjakovës, festimet për pavarësinë e Kosovës kanë vazhduar deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku nuk është shënuar asnjë incident. Qyteti i Gjakovës me një histori që nis që nga antikiteti pas luftës së vitit 1999, ka lidhje me Shqipërinë përmes 2 pikave kufitare, atë të qafës së Prushit dhe qafës së Morinës.